Është zanat që mundesh me majtë familje mas paku, që mundesh me majtë me tu solid. Kjo është një zanat, do të talent me pas. Shumë letë se shu bo, për dallim prej maherët që ka qenë. Jemi te rrobaqepsi Ali Çeliku nga Mitrovica, por që nga pas lufta punën e tij e ka në Prishtinë. Po më do ka lehtë me kep çështë, por sigurisht që çdo zanat e ka angazhimin e vet dhe punët e veta, përgjegjësinë e vet. Kështu që sa është e lehtë më kanë rrobaqeps, është biznes profitabil, është marrë më kanë rrobaqeps bashkë me Ali Çelikun do të jemi në vazhdim. Unë jam Ali Çeliku nga Mitrovica, punoj prej 1982-s rrobaqeps. Jo, jam gjerata e parë që punoj. Jo, as ka qenë kur, as besoj që ka me qenë, është zanat fisnik, me thonë, nëse guzoj është të mu shprej. Zanat mirë që perëndim vetë zotnit e punojnë. Ka vanë rrobaqepsi? Rrobaqepsi qep edhe rroba, po dhe përmirëson. Tash unë kryesisht me përmirësime po merrem. Po, është zanat që mundesh me majtë familje mas paku, që mundesh me majtë me tu solid. E atëherë ka qenë qetër se rrobaqepsia ka pas punë më shumë, sepse s'ka pas konkurrencë në prodhim si kur tash. Kjo punë që unë e punoj rrallë kush e ka punu, është qep. Vetëm kanë qep. Jo me riparu. Tash është e kundërta. Çka vjen riparimi? Me përmirësu, me remetime. Pantot me ngushtu. Po, ngushtu, shkurtim, drim patentave, kështu të ngjashme, harnime. Po më varet tash, më qenë se me riparime vinë harnime, riparime, shkurtime, ngushtime, drim patente, ndonjë harnim. Kjo është një zanat, do të talent me pas. Shumë letë se shu bo, për dallim prej maherët që ka qenë, se ka ndalë edhe teknologjia ma e sofistikume. Kështu që nuk është vështirë. Veç vullneti dhe dëshira kërkohet. Kjo është makinë e vjetër, mu vëlla ma ka pru prej Finlandës. Është prodhim suedez. Kjo ma shumë edhe si suvenir e maj. Po, pak punoj me to se heq. Njëjtën, ajo është me motorit që i bën zhurmë, kjo është pa zhurmë më gjysmë automatike. Edhe ajo është pikir, ki thojnë, them petën e pantovave. Jo, nuk më jam hekurosje, po hekurosja është gjysa rrobaqepsisë. Është proces, është qepi është dush me hekuros, është proces final. Po nuk është punë që paguhet. Është punë jo falenderuese se rryma është trajtu hekuri merr kohë hekurosja dhe Që ki heka është model i vjetër? Shumë, po model i vjetër. Kjo kam qenë një vjetë që ku marrë, tash të përdorën e ku mblej. Se këto hekurat po prishën shpejt. Me përshëtërima apo? Jo, uji, gurt. A është lehtë me hekuros? Tash letë, unë së muna me thonë asë që është shumë shtirë, po materialet nuk janë të gjithat njëjta. Nuk janë të gjithat që dyrojnë nxehtësinë e njëjtë. Do të me përshtatë. Edhe hekurosja profesionale lyp edhe pajisje dhe tjera shtesë përveç këtij astyku që e kam. Nëse pje fjale hekuroset setra, lypën edhe disa tjera pajisje për mangë. Që hekurosja tjetë ma profesionale. Përndryshe, tash rrobaqepsia është shumë a letë më punu, sepse ka pajisje ndihmëse të mjaftueshme, mira të sofistikume. Kjo është maqinë për shkurtim të pantollave. Është veç për këtë operacion është, e veçantë. A ndodhe me dëmtu gishtat? Jo, Së shkëgje? jo. Po, përvoja bën vetë, nuk dia si kam dëmtu ndonjëherë. Këtë punë që e lehtë, nuk është e rrezikshme, vetëm probleme që nuk me konë të që ke puna e gjithonës. Po, se cilën punë du të pas kujdes pak, e punu. Ata që testojnë, i përmirësojnë pro pantol të së diçka, hinë i provojnë këtë e mandë i dalin, apo? Po, sigurisht, po. A ka ndodhë e mja huq ngushtem ose diçka? Jo, në shkurtimin nuk ka Mi kuptu shumë këtë rast, se çdo puni ka gabimet e veta. Jo, në të dikun, po jo, ndashtë edhe sa ish duhet me qenë, se në vend parë bje fjallet të gjatësia nuk ka definim, gjatësia bëhat sipas shefit edhe stilit.
as nuk mundesh me thonë që gjatësia batit e zogu, me mbulu zogu, mi zog. Gjithkush i bën si të doj. Edhe rroba çepse është për me ndihmu, jo me imponu. A do të pas shumë vjetë për me hon rroba çeps? Jo, një maqinë drejt mjafton. Ajo është e nevojshme edhe çaja s'është e domosdoshme.